Se të regova për bisedën cilën do të diskutojmë, pra do flasim për çlirimin e Prishtinës, pastaj edhe të qyteteve të tjera, do të kthehemi pas në vitin 1999 dhe këtë bisedë do ta zhvillojmë bashkë me zotrin Adnan Meronci, që e kemi tashmë në studio. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirëmëngjes Agnesa, faleminderit. Kënaqësi që ju kemi këtu. Flasim çush e kujtoni ju adet. Çush ka qenë? Tani nëse në këtë numër 2 milion bazohemi dhe themi dërë numri banorëve rreth 2 milion, unë mendoj që kanë qenë 2 milion përjetimet njerëzve, se cili në formën e vetë. Që i bie se ajo që ka ndodhë para kësaj date dhe krejt historia e popullit shqiptar në përgjithësi në këtë ditë të vitit 1999 ka qenë përjetim i veçantë. Do me thonë, ne organizëm njerëzor normal është këgja vështirë këto sforcime mi përjetu prej një tmerri, prej një pushteti le themi ngadalshëm pushtues prej vitit 89-90 deri 99, një dekade plot dhe lufta e fundit dhe dyndja popullatës, vrasjet, do me thonë ku jeta e njeriut ka qenë, do me thonë, malli me çmimin më të lirë të mund shumë dhe ka mjaftu t'jesh shqiptar dhe t'jetë eksponent i vrasjeve dhe torturave. Në këtë ditë, do me thonë, është një sforcim shumë i madhë sepse u çlirue Kosova. Tani fjala liri në gjuhën shqipe nëse ja shton qenë vetëm e forcon është fjale rrallë, se zakonisht qëja e negon ato e bën inversin. Dhe u çliruam ne, në fakt. Për lirit plot njeriu t'i duhet kohë dhe liria gjithër është për të dëshiruar. Mendoj se secili ka pas një përjetim dhe. Tani edhe mu më kam zonë fati diku. Në këtë kohë, ose në këtë ditë, unë kam qenë në Itali me presidentin Rugova dhe familjet tona, ku si që dihet fati i Rugovës ka qenë pengëmarrja nga policia dhe ushtria sërbe, dhe dikun rreth mbi një muaj na kanë mbajtur të arrestuar. Pastaj kemi shku në Itali dhe në Itali kemi qenë. Pastaj unë nga Italia, në javën e çlirimit të Kosovës, kam marrë në Prishtinë, jam kujdes për shtëpinë e Rugovës dhe i kem kriju kushtet vim. Atë që duhet ta theksoj me këtë rast është se kjo ka qenë një ringjallje shqiptare në përgjithësi dhe një, le të themi, dhuratë prej Zotit, prej popullit dhe prej Amerikës në fakt, që u çliruam dhe tani jem këtu ku jem. Mendoj se duhet të jem falënderues të përjetshëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani kjo është bërë një farë moto, një farë slogani kështu si klishe, por në fakt kur nuk duhet të harrojmë dhe të pushojmë se falënderuari. Sepse me popull çdo herë është në rregull, lufta ka qenë e drejtë, krejt është okej, por pa ne përkrahje të Shteteve të Bashkuara dhe po e ceku të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe aleatëve tjerë, ku në demokraci botës që aso kohë quaj NATO na çliruan. Definitivisht. Unë përshë në pamje edhe nuk dua të më kaloj për papull, do thot për projektin me njëherë pastaj kthehemi tek përjetimet e tjera, është Kosova's Calls for Peace. Do thot është ky projekt që ju e keni organizu pas çlirimit, ka qenë kjo apo ka qenë edhe më herët? Jo, kjo ka qenë më herët. Në fakt kjo ka qenë mbas epopesë të Prekazit. Kur ndodhin Prekaz, ndërgjegjja krejt edhe shqiptare edhe botës edhe institucioneve është prek. Dihet kjo ngjarje është unike në univers dhe në këtë kohë, do me thonë, unë kam qenë shumë i afërt me botën e komunitetin e artistëve, stradës, siç thuhet, shok mi të ngushtë, Sabri Feyzullahu, Sinan Vllazaliu, Xhevdet Gashi, e shumë të tjerë, në prezencën edhe të aktorit të madh Bekim Fehmiu në atë kohë kur ishim në hanën e dy Robertëve. Unë çdo herë kam gjetë kohë për shok, përkundër angazhimeve shumë të mëdha dhe prezenca ime ka qenë kogja e dëshiruar, pa modesti po e them në atë kohë, sepse kam qenë në, siç thuhet, në vlog, në qendër të ngjarjeve që ka ndodhur dhe atëherë fati i Kosovës dhe i shqiptarëve ka folë për fatin e individëve, familjes, e krejt popullit. Dhe me një rast, me Sabriun edhe Sinanin ty bisedua, tu ishte edhe Xhevdet Gashi, pi thom Sabri që ajni ty bo, a i tha, por rrim Adnan, thash, jo, s'duhet me ndajt ju. Qka duhet me punu e qa me bo, tha Adnan, thash me bo ato që ju muni me bo. Ne jemi në luft, dhe në luft duhet se cili me kry punëve, cila puna jonë, thash me bo një kanga anglisht. Kjo ka qenë një ide imi, aty që ndajt edhe gjithë me këta njerës, dhe për me njerë aty ka reagu Xhevdeti dhe ka thonë teksti është i gatshëm, sepse
insistimi im ishte me bo këngën me tekst anglisht. Që me përçu mesazhen Me përçu, për Xhedet Gashi ndihmën është- për paqen që kërkuaj në fakt. Xhedet Gashi është një kompozitor i njoftun dhe ai e mor përsi për komponimin dhe orkestrimin, tekstin e gjeti, ka qenë në hatë se hoxhës i ndjerë një djalë dhe një intelektual i madh, morëm leje prej tij, u përshtat teksti, i gjetëm këngëtarët, dikon 16 këngëtarë ka këngëtu elitarë që kanë qenë dhe i përfshim edhe fëmijët. Definitivisht vija melodike është e qelluar dhe është sigla dhe është muzika e emisionit Fakte. Do me thonë, se tani po më përqethet trupi ka po flasë, sepse po kthehem në atë kohë ka qenë shumë e ndjeshme si situatë. Unë e kam zgjedhë këtë muzikë ku jam vetë producent dhe i kësaj këngë, si që thuhet, dhe merrem me mend Agnesa në atë kohë, kolegu jëtë, miku jëtë përballë, ka marrë regjin e spotit me bo. Merrem me mend një amator, që i bie se edhe krijimet artistike janë çështje të shpirtit. Unë e kam pas punë me profesionist, bilet disa pa të më thonë, ma po na lodhë që këfar amatori, se një profesionist kur kemi qenë. Por Enis Presheva, një muzikant i njohur, tani e kalon muzikën, shkoj në Turqi për të shiqu punën e videospotit, tani se kanga u bo incizu në studion e Sinanit, Kosova Calls for Peace, dhe më Kosova thret për paqë, dhe u pa se kushton shumë shtrajt. Dhe qka bo ma të remorën përsi për Fatos Kadiu me ekipin e vetë në ndihmun për me realizu. A qenë e vështirë me realizu në ato kushte? Tani krejt unë e kam bo një emision dhe para pak javë është transmitu në KTV, në kuadrët e emisionit Fakte, dhe aty shihet detajisht çështja nuk ka qenë lehtë, se kemi pas, fillimisht kanë qenë kushtet e vështira, nuk ke mujti me gjeru jashtë, dhe më thonë, edhe ka aty sekuenca edhe në ambient. Unë kam zgjedhë studion e Sinanit, audio studion ku edhe aty kam gjeruar spotin kryesisht, kam marrë disa ambiente në hotelin Dea në Velani, dhe kështu shpejt e shpejt t'u gjiru edhe mandej me hy dikur në brenda e me montuar. Këtu shquhet edhe krejt kjo punë kur e përfundum përgjithësi para se me e plasu, e patëm një vizitë të presidenti Rugova dhe kjo ka qenë bas gjyqës natës, sepse atëri përfundum dhe ka qenë një pritje kogja madhështore, sepse krejt ky projekt në një farë mënyrë u bon në patronatin e presidentit zyrës, presidentit Rugova, i cili e përkrahu këte. Ajo që vlen me e thonë tani në këtë rast, ky projekt u patë transmitu në CNN, sepse gazetari njoftu Nick Robertson, duke qenë unë në qendër të këtyne komunikimeve, i thash kështu po bëhet. Çka tha Adnan, po bëhet këngë, thash po bëhet, këtë rrethon po bëhet këngë, bile anglisht. Erdhe dhe xhiroj dhe boni një intervistë me Xhevdetin dhe kjo është transmituar në CNN, është transmitu pastaj edhe në disa në televizione austriake, në ORF, mandej në Arta e kështu me radhë, kështu që ka pas një farë jehonet vetë. Dhe kjo është definitivisht një projekt në kushte rrethana që e ka pas rolin e vetë. Çka kanë qenë, besoni që do të ka pas një impakt edhe është për tillë një mesazh për ata që ndoshta nuk e kanë ditë se çka po ndodhë në Kosovë. Domos kur i kanë pa tritë edhe fëmijët atë në Në fakt, tash kënga ka qenë mbulume edhe me sekuenca, po kanë qenë sekuencat përzgjedhuna dhe ai ka qenë një mesazh, do me thonë, atë që luftarët e kanë bo në fronte dhe në teren të luftës, në arenat luftës, atë që Ibrahim Rugova ka bo në sensibilizimin e qashtës të Kosovës, artistat e kanë bo me këtë këngë. Do me thonë dhe kanë qenë artistat elitarë, të gjithë kanë pranuar, tani të gjithë ne s'kem mujtë absolutisht mi përfshi se disa s'kanë qenë, disa si kemë gjetë, disa kanë qenë të pamundur për të kënduar, por 16 nuk kemë pak dhe kanë qenë elitarë, prej Sabri Fizullat, Sinan Vllasalit, Adelina Ismalit, Bibi Poqit, Dugazin Lipës, pastaj Shkumbin Kryziut, Gent Saliu, më duke si ishte. Atër ka qenë këngëtari ma i ri dhe pjesën e vete ka kënduar me lehtësin më të madhe. Ka qenë Donika Gashi, Gili ka kënu për mrekulli, kanë qenë edhe disa vajza vogla dhe Ermel Fizullahu që ka qenë një dëq ashtu. Në pamje, në që se po ndalme, po e shohem. Do të këta që janë matritur, por ata tjertë matri është një ndryshim që vrejë. Mereni me mende dhe kur ishtë qashtja këndimit, tani unë ju shqit shamen për pjesë regjisoriale dhe ajo të isha ju kënën e kangën
Shqip me tekst anglisht, mos u mundoni me anglizu këngën se... Me theksua shmirë fjalët nuk ka nevojë, je original të vret dialektin në pak, po. Po, kjo shihet mas shumë të pjesa Sabri Fizullavit. Në fakt, ai këndon anglisht, gjua është angleze, po transmetimi është shqip, që është një gërshetim i jashtëzakonshëm. Dhe këto më ne bën vesh një artist siç është Sabriu. Ai ka qenë në qendër të kësaj këngë. Mandej kemi pas edhe batuta e Grimca, kështu si ka qenë edhe shemi i lirëve si rocker që ka kënue. Edhe ka qenë me të vërtet një përjetim jashtëzakonshëm. Kështu dhe këta janë shumë falenderues. Edhe sot, domethënë, a kujtoni ndonjëherë në çfarë ju bie të po, edhe emisioni bile i çet përjetimet se këto çka janë në koment në emision, se tani ne jemi program të mëngjesit, po e reklamoj këtë emision dhe i ftoj shikues me pa, është në YouTube fakte me Adnan Mirofsin. Kosova Calls for Peace kënga, sepse domethënë aty është përjetimi tyne tani i shprehun tani për atë kohë, dhe krejt janë, domethënë dhe secili më ka përgjegjë, si kur duka gjenë lipa prej Londres, si Bibi Po që ka qenë jashtë, si shumë prej Amerike ka qenë në Besa Dida një këngëtare, ka qenë Leonora Muqaj që ka këndue, e shumë këngëtarë tjerë, dhe është kogja interesant përjetimi të gjithë, e kanë një emocion të veçantë. Gent Saliu vdes për këtë këngë dhe për shkrimin si e bënaj për këtë Adelina, po ashtu. Adelina e ka një fjalë të fortë. Edhe Dugi, po ashtu. Definitivisht, unë jam shumë i realizuar me qëtë projekt dhe mendoj që është një ndër kryeveprat e kësaj periudhe. A mendoni që pjesë të këngës tekstit mundet me u përshtat diçka edhe sot? Jo. Unë kam një presion të madh për vajzës time Alba Mirofci, Gashi, e cila çdo herë se krejt familja janë të mishëruar me këtë këngë se me mia herë kanë dëgjuar, se unë ju marr me këtë punë. Tash mos them edhe montazhin që bëjt emisionit fakte, gjithherë kjo këngë në shtëpi buqet se është shpica fillon me te. Dhe është këngë që jam familiarizu tash nipat e mbesat edhe thonë kënga e Adës, se Ada më throsi nipat e mbesat. Dhe ajo më bë presion që të bëhet remix, edhe si këngë, si audio, por edhe me një pjesë filmike, video pjesë, sepse kam tash materiale shumë. Me përshtot ashen edhe më të qarta. Am beson që kom provu disa arë, diska s'po më shkon se qaje që u bëha atër omet originali. Po, do të bëhet, shpeti do të bëhet. Me qënë se janë gjithë këta këngëtarët, uroj që të bashkohen edhe të bëhet diçka tjetër, në qofë se... Po, ka mundësi se cila kohë i ka sfidat e veta, Agnes, edhe nevojat e vete. Nëse atër kem qenë nevoj për të qliruar, duke i tregu botës që ne jem popull që po kërkojmë vetëm shansë. Dhe këtë shansë neve e kemi na u dha, dhe nëse atër ka qenë qlirimi ynë, dhe rasti për të dëshmu, tani ne jemi, tani duhet bërë një këngë, jo mo për qlirim, por për demokracinë. Sepse edhe projekte Ibrahim Rugos ka qenë liri, pavarësi, demokraci, ne lirin në një farmënyrë dhe demokracinë, dhe pavarësin, po demokracia gjithëherë levend për të dëshiruar. Dhe qa quim tani demokraci? është prej, le të themi tash edhe aktualitetit, se s'duket emision me folë, por sido që tjetë është që është të funksionimit të institucioneve, dhe me thonë, definitivisht, është minimumi. Pastaj, stupci demokracisë, si që thënë në presidenti Rugova, stupci është rule of law, sundimi i ligjit, dhe me thonë, gjithëherë demokracia e do ligjin dhe zbatimin e ti që në gjuhë popullore i thonë stupcit e dera. Dhe me këtë rast, dhe me thonë, mendoj se Kosovës i duhet si gjithë ma parë, sepse ne tani për shumë gjana nuk kemi nevoj as për miratim të kombeve të bashkume, as të parlamentit Europian, bile, ajo që mas shumë të mi kokë në ka ndajt, as Serbia, dhe me thonë. Kjo mbarët prej neve dhe ne duhet maksimumin të abojmë, sidomos për gjeneratat të reja. Qka kanë gjeneratat e reja, fjale avjen kur të shojnë këtë video spot, këtë kongë, që ta një farë mënyre po ipët në vigilet të qlirimit të Prishtinës në vitin 99, atër ata qka shohin, do me tonë, e shohin një realitet që fështirë edhe ju bë përshtypje, se dinamika ose dhe madhe, nuk kanë kohë tritë sot me ndëgju fjallë gjata, historiet gjata, se aj pohin, se në mes teje që të ka përbalë dhe dënë
më të ndëgju, dy folti me e ka aty një celular, edhe e ka... Pra ndaj sot video t'janë shumë të shkurta, janë në tekst dhe diçka më shpejt për me kuptu sa më shpejt një informat. Unë po i shoh edhe pamje tash gjatë kohës së luftës, por edhe gjatë kohës së demonstratave, pas çlirimit, gëzimit të njerëzve, çush e kujtoni ju ato momente pas, do të thotë, çush ka qenë rimë këmbja e Prishtinës e Kosovës? Ka qenë, dhe me thonë, rasti më i veçantë, dhe me thonë, që unë e vetë si njeri e kom përjetu me krejtat e cejake, sepse ishte befasia me madhe ka qenë njerëzit si po mujnë këtë sforcim me duru. Dhe me thonë, deri në këtë sekundë, jeta ishte në rrezik dhe për këtij sekondit i çlirum. Dhe çaj fleksibilitet është definitivisht momenti që përshkruan popullin shqiptar dhe të Kosovës, sidomos mjaft fort, sepse domethënë ajo bën sikur hekrin për me kalit të shtim prej nxehtit në ftoft. Dhe unë mendoj se kjo ka bot vetën. Bashkia ndërkombëtare ka luajtur rolin e vet, por ata kanë menduar që me vite, sidomos domethënë 5 vitet e para, së në dekadën e parë, ata kanë menduar që Kosova ka me mbjetu vetëm me ndihmë humanitare. Ju e dini se shumë shpejt filloj me u më këmbë, fillon më ndërtue shtëpit dhe sot për shembull duken ëndër ato sekuenca filmike që i shohim. Dhe që s'ka ndodhur me popull tjerë. Merreni me mend sot në Sarajevo, me shku ende vjen era barut, ka relikte të luftës. Në Kosovë askund nuk hetohet kjo. Tani kjo i ka dy anë. E ka një anë të mirë të vullnetit dhe përjetë, sepse shqiptari i Kosovës e ndin vetën zotni dhe pronarën këtë tokë, për këtë arsye ka sigurinë edhe të reinvestimit dhe të kthimit të jetës normale, por në anën tjetër është edhe një dimension pak negativ, nëse më lejohet të them, që i kem harru gjanat. Domethënë nuk kem marrë relikte të mbajtura. Për shembull, nëse ka qenë një monument i rënum ose një për shembull, hajde edhe një xhami, le të themi se hajde xhamia është një relikt që është fetar, një objekt fetar. Dhe me minare thyme ka qenë Mitrovic, fjala në qendër qytetit, në Bushtri, tjera, me e konzervu, me e ru. Sot e kem një monument trashëgimi kulturore. Dhe ajo është memoriali Prekazit, epopesën Prekaz, qaj qiruhet, dhe qaj në një farë mënyrë në kthen përgjithësi. Mendoj se këtu nuk është mendu bashkë mirë. Ishte dasht, Prishtina për shembull, tani e ka pas atë ndërtesën e Post Telekomit që jo bombardue. Unë e mendoj se edhe ai ka mujtë mu konzervu dhe me mbetë si i tillë. Merre me mend sa nostalgjike është një fotografi kur e shohim ne me gjysmë ndërtese të rënume. Edhe pse Prishtina është kërcyer nga bombardimet e Serbisë dhe anëmikut tonë. Po kanë qenë disa vende që kanë qenë më tepër të... Edhe ato fjala vjen të NATO si ka bo për shkak çlirimit. NATO-ja se ka bombardu ndërtesën e Post Telekomit. NATO-ja ka bombardu një ndërtesë ku ka pas ushtarë dhe policë, sepse ata kanë hyrë aty të mendu që ata nuk e bombardojnë këtë. Tjetër, e kem rastin e burgut Dubravës. Është tmerri më i madh që ka ndodhur në historitë njerëzimit. Me marr atë ti sot ki përshkrime njerëzve janë ende gjallë, nëse mos bëhen veç me kritikuar këtë program sot më nxjerrës herë. Nuk është mbajtur mirë dhe është renovuar soshtru, po duhet miru këto gjëra sepse janë sende që e kthejnë kujtesën pak a shumë. Sido që t'jetë mirë jemi, duhet me vullnet mirë. Uroj që ta gëzojmë lirinë dhe ta dim ta përdorim në mënyrën e duhur, në fakt ta ruajmë, kjo është më e rëndësishmja, lirinë, pavarësinë edhe demokracinë në këtë rast. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për informatat dhe për jetimet cilat i ke nda me ne, shumë kënaqësi çdo herë. Faleminderit. E me qënë se ne përmendëm trashëgimin kulturore dhe objektet historike, një material të tillë e ka realizu Donat që tregon për restaurim